deputetit duke ofruar e ka përcjell këtë çështje, vetëm ka bërë kryeministri dhe ministra. E fundit, a do të ketë vot për vetëvendosjen edhe nga subjekte tjera politike, a do ta kërkoni edhe nga deputet që vinë nga rallët e PDK-s, LDK-s, AK-s? A ka ndonjë deputet që do ju mbështes? Kushdo që mendon, ajo është e pamundshme sigurisht, po kushdo që bën. Do të thotë edhe mund që të zbora të përvullnetit deputetëve, sepse ndoshta mundet, ndoshta s'mundet. Mirë po e çfarë po them është që kushdo që pra dëshiron që të ketë institucione dhe qeveri të Kosovës, unë i ftoj natyrisht deputetët që ta japin mbështetje. Po, okay. Të falenderoj shumë Arbër, të pres në studio shumë shpejt. Shihemi nesër në kuvend, Arbër. Nesër do të shiheni me Besjanin, shiheni nesër dhe të përshëndeteni me njëri tjetrin, a? Mirë po, sigurisht që po. Faleminderit Arbër. Shumë, jemi në fund në mbyllje, edhe në mbyllje do dua që ti përfshi dhe pyetjet e shikuesve për Besjanin. Urdhëro Matoshi shkurtimisht. Po vazhdisht ta më thonë që është kriju një logjike mbrapsht politike që prek edhe etike në qytetarin Kosovë. Cila? Ku Zoti Kurti është pyetje, po u dashka me votu gjithçka që ai pretendon. Kurse ku janë të tjerët që janë po ashtu kanë një vot mas vetë, e përfaqësojnë dikon, e s'bën këta. Kjo është logjika më e mbrapsht që kjo shoqëni është të ja shmëllon, të ja pjek vetvetes, e është anakronike edhe shoqënisht e dëmshme. E mos flas për shtetin. Problemi është që Kuran Moroti po na do t'i morën pagat edhe si ministra. Merre me mend. Do çysh mundesh me marr pagë edhe si ministër si deputet. Ku shkruan që kjo? Edhe para ligjit kushtetuta ka parandalu, Besjani e din, kolegët e mi po ashtu duhet me ditë që për shkak parandalimit konfliktit interesit u bë kjo. Nuk mundet dhe s'mundet. Tregoni popullit që nuk bën, nuk mundet. Jel të autologji politike, asnjë pyetje se mora, asnjë përgjigje se mora. Përgjigje more, po tani varet çfarë përgjigje. Varet çfarë përgjigje, kjo çështje interpretimi. E po ka, përgjigje të këqija, ka pyetje të këqija s'ka. Pajton në këtë konstatim tuaj, zoti Matoshi. Pyetjet e shikuesve për zotin Mustafa, ka goxha shumë këtu, jemi në mbyllje. Zgjedhje me spec. Ka edhe për pjesën tjetër. Jo si shlym ne nuk shuhemi për në këtë drejtim po. Feta Boletini thotë zoti Mustafa, nëse nesër kalon raporti i komisionit me 61 vota, ai bën që ju nuk betoheni për ta marrë mandatin. Thotë dhe pyetja e dytë, nëse se merrni mandatin, si mund t'i drejtoheni gjykatës kushtetuese për ankesë kur nuk jeni deputet? Shkurtimisht. Jo, kjo përgjigjja këtu është e thjeshtë, pra pavarësisht rrethanave, nëse miratohet raporti, që unë po shpresoj që miratohet pas deponimit të dorëheqjeve nga qeveritarët që dëshirojnë të jenë deputet, natyrisht ne do të betohemi, sepse kemi obligim pastaj që të vazhdojmë me betimin. Çka do bëjmë pastaj me gjykatën kushtetuese, thash, nuk mund përgjigjem sot pa u realizu veprimet juridike. Refik Bajrami më thotë, po supozojmë se të gjithë ministrat dhe zëvendës ministrat, por edhe kryeministri dhe zëvendës kryeministri janë zgjedhur deputet. Çfarë do të bënim në këtë situatë? Nëse janë zgjedhur gjithë? Po. Ligji që ka miratu kjo qeveri, thot, ata duhet të deponojnë dorëheqjet në kuvendin e Kosovës, miratohet raporti ku konstaton mandatin e gjithë atyre si deputet, vazhdojnë pastaj me betimin e tjera. Po nëse janë gjithë, kuj do duhet t'i alen detyrën? Zëvendës ministrave. Që po përgjigjem deri në fund, po se pas na kuptu. Pra, fillimisht zëvendës ministrave, po nëse edhe zëvendës ministri asaj ministri, edhe ai është deputet, kryeministri në detyrë si përfaqësues politik ka të drejtë ta emërojë edhe dikë krejt tjetër, Blerim Gashin, ministër të financave në detyrë. Blerim se pranon të besoj. Ajo është çështje tjetër. Ka ndodhur me një qeveri që është mas qeveria dorëheqje ka ndru ministër. Po në rregull është ajo, është shumë normale. Edmond Bytyqi, përshëndetje për të gjithëve në studio, thot pyetje për zotin Mustafa. Pse e lexoni vetëm nenin 29? Për qeverin vlen neni 29.1.4 dhe pastaj neni 30.1. A duhet lexon këto nene 29 dhe 30 bashkë? Gjithsesi. Por neni 30 thot që nuk guxon të ketë vakum qeverisës, e këtu po pajtohemi 100%, neni 29 pastaj i trajton individualisht anëtarët e qeverisë. Pra,
Neni 30 thot, nuk bën mos pe pas ministër në detyrë të financave, pajtohemi, por Neni 29 thot, Hekuran Murati, ministri në detyrë, i cili është zgjedhur deputet, duhet me u dorëheq prej ministrit në detyrë e me shku me ushtru detyrën e deputetit. Pra, shumë rregull jemi drejt. Okej, Muzafer Avdyli thot, përshëndetje kushtrim të nderuar panelist, pyetje për Besianin. Thot, a e di zotnia që atë ditë që i ka kaluar mandati 4 vjeçar Albinit, ai më zyrtarisht nuk është kryeminist, por në asnjë rrethon nuk duhet të lirohet kryeministria derisa t'ia dorëzon pasardhësit të tij. Këtu besoj në këtë drejtim. Në rregull, pra unë thashëm fillim të këtij emisioni, në atë rast zoti Kurti ka 2 opcione. Pra, e para, emëron njërin nga zëvendës kryeministrat e tij si kryeministër në detyrë, i cili pastaj vazhdon me dorëzimin e detyrës kryeministrit të arshëm, ose vepron si zoti Hoti në vitin 2021, nuk vije fare në seancën parlamentare, vazhdon seanca parlamentare, pra kuvendi të emëroj qeverinë e arshme, dhe nëse është dikush tjetër kryeministër, Albin Kurti i dorëzon detyrën atij tjetër ose vetvetes ose sido që sillen rrethanat. Okej, do shohim nesër çfarë do të ndodh. Më lejo shumë të falenderoj edhe të përgëzoj për mënyrën e debatimit që e patët edhe përposht me panelistët edhe me Arbrin. Zoti Rexha është deputet, kam respekt për secilin deputet Kuvend të Republikës. Një debat shumë i frytshëm besoj për opinionin publik, por nuk e di se sa ky debat ka arritur ta gjejë atë çelësin për nesër që zblokohet situata. Do të shohim nesër në orën 10. orën 10. Pranverë, se ti e ke mendimin kështu interesant. Po shpresoj që kanë me gjithë çelësin. Unë thash edhe një herë, ose duhet me u bë për arsye se nuk po bjen kur gjë të mirë ky bllokim, domethënë i kuvendit. Edhe zoti Rexhaj mu dok mjaft i sigurt që i kanë 61 vota. Po shpresojmë që i kanë edhe ne, për arsye se po dojmë me pa kuvendin duke shku përpara. Po e dim që është u spjegu disa herë edhe decidivisht edhe me nenë edhe me të gjitha ku janë bo shkeljet, edhe vetë zoti Rexha e përmendi. Mirë po, ne po shpresojmë që këta të gjithë i kanë